Ditët e mira për ekonominë shqiptare pritet të vijojnë. Në konferencën e parë për vitin 2026, Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahimaj u shpreh se rritja ekonomike pritet të jetë në nivelin 3.75%, ndërsa borxhi publik të vijojë rënien drejt nivelit 50%. Kjo është një shifër domethënëse pasi tregon që ky nivel borxhi është i rëndësishëm të theksohet se jo vetëm garanton stabilitet makroekonomik, por na lë dhe hapësira që në të ardhmen ne të mund të hartojmë politika dhe stimuj fiskal me qëllim që të nxisim më tutje ekonominë e vendit. Një komponent kyç i ekonomisë janë dhe eksportet. Gjatë vitit të kaluar, Shqipëria eksportoi madhra me vlerë 346 miliard lekë, duke shënuar një rënje prej 6% krahasuar me vitin 2024. Megjithatë, ministri Ibrahimaj sqaroi se në total eksportet shqiptare kanë shënuar rritje. Pesha më e madhe e eksportit lidhet me shërbimet, që kryesisht janë shërbime të lidhura me turizmin, pra eksportet të lidhura me turizmin. Në total, eksportet në ekonomi janë rritur me 6.26%. Për të rritur më tej praninë e produkteve shqiptare në tregjet europiane, pritet që brenda këtij viti të miratohet dhe ligji për produktet Made in Albania. Një tjetër komponent që lidhet ngushëtësisht me promovimin është ligji që ne do të miratojmë brenda vitit 2026, ligji për Made in Albania, i cili është një ligj që synon të promovoj produktet vendese në vend dhe jashtë vendit. Në përfundim, ministria bëri të ditur se do të ndërmerret dhe një fushatë informuese për bizneset shqiptare, me qëllim përgatitjen e tyre për të bërë pjesë e tregut të madh evropian në kuadër të procesit të integrimit të Shqipërisë në BE.